Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin me ju dhe ju shoqërofshin në këtë botë dhe në botën tjetër. Kemi kënaqësinë që të rrim sot në këtë ditë të 25 të Ramazanit, pasi kemi kaluar së bashku natën e 25 të Ramazanit në kërkim dhe duke shpresuar mirësinë e natës së Kadrit. Të Zotin e Madh që duat lutjet tona t'i pranoj dhe t'jemi të gjithë për atyre njerëz që do të dalin me këtë Ramazan dhe për këtij Ramazani me faqe të bardhë, të gëzuar dhe të lumtur, me mirësitë dhe begatitë që do të fali i Madhi Zot për ne. Këtij Ramazani, siç e shihni, po i vjen fundi, por sa më afër fundit të shkojmë, aq më shumë duhet të rrisim vigjilencën dhe duhet të jemi të kujdesshëm. Sa më shumë afër të shkojmë drejt fundit të Ramazanit, ne duhet të kuptojmë se mëshira e Zotit është shumë e madhe ndaj nesh. Duhet të kuptojmë se Zoti na don të mirën dhe se shpresa në shpërblimin e Zotit tani nga fundi i Ramazanit duhet shtohet dhe duhet të rritet. Pse? Sepse ne besojmë se shpërblimi vjen në fund. Shpërblimi vjen në fund. Aleikum selam wa rahmatullah. Përshëndetje thot nga Las Karça. Aleikum selam wa rahmatullah. Përshëndetje dhe juve. A mund të falim namaz natë 2 rekat për të vdekurit tan? Jo. Sepse nuk ka argument për një gjë të tillë. Për Kur'anin ka diskutim. Për sadakan, pra lëmosha, është e sigurt që shkon tek vdekurit. Duat dhe lutjet shkojnë, padyshim. Çdo lloj kontributi për të vdekurit në kuptimin ekonomik shkon tek të vdekurit, larja e borxheve shkon tek të vdekurit, ndërsa që me fal 2 rekat për të vdekurit nuk ka argument. Kur po na vjen tek xhamia e madhe në Kumanov, inshallah taala kur të na mundsohet, për momentin jemi të shpallur nga shteti Maqedonas non grata. Nga Brukseli, Fara Paçi, wa alaikum selam. Nga Këlqyra, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Tirana, wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Shkupi, wa alaikum selam wa rahmatullah. A mund të rezitoni një dua që 7 vajzat e mia të rriten me dinë me iman? Mashallah, 7 vajza. Je nëna më e lumtur që të ka dhënë Zoti 7 vajza. Allahu i bekoft, Allahu i lumturoft, Allahu ju zoft dhe qofshin shkak që ju të fitoni xhenetin. Selam nga Ksamili, wa alaikum selam wa rahmatullah. Kur na vjen nga xhamia e madhe në Kumanov, e kemi dhënë përgjigjen më lart. Selam nga Italia, wa alaikum selam wa rahmatullah. A lejohet ta ndajmë fëmin nga gjiri mes 2 bajrameve? Lejohet, s'ka asnjë problemi. Pastaj gjithë viti mes 2 bajrameve është. Gjithë viti mes 2 bajrameve është. Amin. A falet namazi i natës pas yatsis? Po. Selam nga Hasi, Visi, wa alaikum selam wa rahmatullah. A themi surën Kursi në namaz? A mund ta lexojmë pra ajetin Kursi në namaz? Po, mund ta lexojmë. Natën e Kadrit, a mund të japim sadaka për të vdekurit? Po. Wa alaikum selam. A mund të ndajmë fitrat me 2 pjesë? Jo. Aleikum selam nga Roma. A ka mundësi me dikush më ndihmu, jam me jetim dhe kam nevojë për ndihmë. Kjo motor duhet të tregoj se ku jeton dhe imami i asaj xhamie duhet të lidhet dhe të flasë me njerëzit. Sepse kështu nëpër Facebook nuk i njohin dot njerëzit, madje unë ju këshilloj që jo çdo kush që ju kërkon këtu nëpërmjet Facebookut ti besoni.
Lidhur me këto çezme të punarët që ndërtohen, si mundi me ditë janë vërtet apo duhet me gjetë rrugën e duhur. Unë po ta jap ty një kontakt tani, lidhur me këtë kontaktin. Ky është ai që ne kemi njohuri dhe i njohim. Pse nuk jeni fut tot live për namaz nate? Po tham ta ruajmë pak atë, si më thon, intimitetin. Selam aleikum wa rahmatullah nga Perugia. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Inshallah të më vish për një khutbë, inshallah taala. Sadakaja lejohet si t'i bëhet hallës? Po. Merr shpërblimin e sadakas dhe shpërblimin e lutjes së lidhjes së gjakut. Dy shpërblime. Selam nga Tetova. Sa janë vitrat për këtë vit? 4.000 lek të vjetra ose 400 lek të reja ose 4 euro, 4 dollar. Kur po na vjen për një vizitë në Mitrovic, inshallah taala. A duhet ham diçka kur ikim me fal namazet e Bayramit apo esull? Te ky Bayram, Fitr Bayrami, duhet hajm diçka para se të dalim me fal Bayramin. Kurse tek Bayrami tjetër që është i Kurbanit, dalim esull, nuk hajm asgjë dhe kur të kthehemi dhe thejmë Kurbanin hajm. Si me ja bom më uknu, ja po të çoj një përgjigje unë të këtu. Me që e ke përsërit 38 herë pyetjen, ja ta serova. Nga Elbasani, aleikum selam wa rahmatullah. Zekatja duhet jepet edhe për rrobat që kemi, zekati jepet vetëm për paratë e depozituara për një vit. A marrë shpërblim nëse dua të ikin teravi, por s'mjep nëna leje të ikin në xhami? Varet se çfarë gjinie keni ju që keni bërë pyetjen dhe çfarë moshe keni. Kur do të bëhet mbartë në vish nga Hollanda? Qef kam vit ta vizitoj Hollandën. A përsa gjerimin se për gjumshim i zgjuar një orë pas së fyrit, dhe kemi pirë ujë dhe plus edhe të tjerë i kam zgjuar. Edhe ata kanë hëngur me mua, pra po kanë prish aty agjërimin. Jo, inshallah. Çorapë me dhon mes, por duhet me qenë të trasha, jo, s'ka lidhje. Edhe çorapëve normale jepet mes. Tek dhoma ku falem në të djathtën time kam një pasqyrë që më reflekton. Sa herë falem në shtëpi, a prish punë apo do ta mboloj pasqyrën? Më mirë mos më elon nga krahu i fytyrës. Shëndetje nga Shkodra, aleikum selam. A lejohet si ushqim? A lejohet si ushqim e frutat e detit? Frutat e detit në mendimin më të saktë të dietarëve se janë halal. Selam nga Kamza, aleikum selam wa rahmatullah. Nëse diskutojmë për një apo për disa persona publik që nuk në njohim, apo njohim personalisht, quhet përgojim? Po. Selam nga Qabja, aleikum selam wa rahmatullah wa barakatuh. A mund ta falim namaz sabat fix në kohën e imsakut, apo duhet presim 20 minuta mbas imsakut? Duhet presim 20 minuta. A kam gjëna që s'kam se kam pru me e varros vllajën në Shqipëri se jetojshim në Rom. E rëndësishme të varroset në varreza muslimanësh, nuk ka problem. Nuk ka problem. A më lërë si të japë zekatin një pitime dhe pse jetoj në një shtëpi me të, po ai është me borxhe? Nëse arka është e njëjtë, jo. Nëse arkat janë të ndryshme, po. Pra nëse arkat janë të ndryshme, po. Nëse arka është e njëjtë, jo. A ka ndonjë ndryshim të veçantë me qiell natën e Kadrit? Jo. Po është natë e qetë edhe me dritë. A bën me dhënë mjalt për sadaka e fitrit?
mjalt, se di, ndoshta. Amin. A pranohet namazi i yatsis vetëm 4 rekat farz? Po, inshallah. Shumë vrasje po ndodhin si të dalen. Duhet me kthy besimit në Zot. Nga Kosova, a mund të lutem në namaz për në fakën time që t'jetë me hijab? Po, mund të lutesh. Me sërkot të lutem abon me kënu Jasin prindërve të vdekur. Çdo sure nga Kurani, jo surën Jasin. Çdo sure nga Kurani. A mund të lutem namaz për në fakën time që të jetë me hijab? Po. E kemi përshaqim që ose kemi në një kishë a kemi përshaqirimin që ose kemi nxjerr xhenazën në kishë për ngushëllime? Po që se s'ka vend tjetër ndoshta s'ka gjë, po s'bën sens. Ne këtu në Greqi ku ta falim sadakan e Bajramit? Tek linku që ne kemi shpërndar, tek linku i PayPal-it që ne kemi shpërndar. Selam nga Verona, selam nga Kulcyra. A do futesh live për namaz natën me 26, pra nata 27, inshallah. A kemi mundësi për ta lëmë një anë fitrin dhe për t'i sjell më vonë në Shqipëri? Unë jetoj në Belgjik. Jo, duhet dhënë para Bajramit. Nëse ke paret në investim, në pagesë, urbanisë në kemi kështë të kakamat, a duhet me thonë zeqat ato para apo jo? Nëse ke paret në investim, nëse i ke paret në investim, në pagesë për banesën me këste, pakamat, a duhet me thonë zeqat për ato pare? Varë se çfarë investimi është. Varë se çfarë investimi është dhe sa ke mundësi ti mbledhësh parat e tua. Nëse ke paret investim pagesë për banesën me këste, pakamat, a duhet me thonë zeqat për ato pare? Nëse ke parë në investim në pagesë për banesën e tyre me këste pakamat, a duhet me dhënë zeqatën për ato para? Po, nëse ti ka zonë biti. Edhe je. Hurma Axhua, çfarë do bie ka? Pejgamberi sa më ka treguar se ngrënia 7 hurme dhe Axhua në mëngjes esull e ruan njeriu nga magjia atë ditë dhe nga çdo gjë e keqe. Zekati jepet sipas parave në bank apo zekati jepet për gjithë pasurinë. Në bank, jashtë bankën, në xhep, në celular, në sirtar. A lejohet që të japim sadakan e fitrit lek? Po, ka mendim që e lejon një gjë të tillë. Kam dëgjuar që po çohet natën, çojeni për kënim. A bon më dhënë sadaka vjerrit? Po. A mund të na dërgosh atë linkun për punarët dhe çezët? Ja kam çuar dikujt përpara lart. A mund ta falim namazin sabat në kohën e imsakut 20 minuta pas? Nga Bilisti, nga Bërni, alaykum selam wa rahmatullah.
A lejohet të blej shtëpi në Amerikë se ngele me qira? Më shumë hesap kemi të paguajmë, mirë po shteti në obligon që të paguajmë me kamat. Shihni, inshallah tala, se do të ketë dhe rrugë pa kamat, inshallah. A bën me i dhënë mes çorapeve edhe unë që jam shtëpiake? Po, lejohet. Selam nga Filadelfia, aleikum selam. Qofse falsh në video duke parë si villëtare dhe nuk ke lexuar asnjëherë për përsëritur asnjëherë, si quhet? Selam aleikum nga Firenze, zotur e tamin e dhe. Ka më të rëndëri që nuk ka fëmijë, ka bërë vizita, por nuk ka pasur. Çfarë mund të bëj për motrën? Me bë dua, me dhënë sadaka dhe me gjetë problemin, ku e kanë? Unë do t'jap një numër tani që është një motër shumë mirë që bën fërkim mitre. Ndoshta bën dobi. Ta dash. Mirë vëllezër, unë duhet ta mbyll me kaq sepse e 35 thirrët i kameti. A kemi arram nëse dikush përgërën dhe ne të gjemë? Po. Selam nga Erseka, aleikum selam wa rahmatullah. Habib, sot pas iftarit është natë teke? Jo. Natë teke ishte mbrëm. Sonte mas iftarit futet natë çifte. Unë po gati 3 vite që në kanë ardhur për mueshme, shko vizitohu tek ginekologu, çfarë të thosha? Selam nga Çanakkalaja, aleikum selam wa rahmatullah. Dy herë gjatë muajit Ramazan jam zgjuar 50 minuta mbas së fyrit. Kujdes, mos e përsërit. A mund të burrit jap zekatin në nëstime? Po. Sot pas iftarit është natë teke? Jo, ishte mbrëm. Sot në pas iftarit është natë çifte. Të përse falsh me video për villestar dhe duke lexuar se përsëritur videon. Quhet inshallah. Është haram më marr shënim me banes me kamat, haram. Mirë vëllezër, duhet ta mbyllim sepse unë kam namazin për të fal. Allahu i rujt. Zoti ju dash fort. Unë që kam paguajtur zekatin një herë vjet, 1000 euro, do ta paguaj prap zekatin si mjet? Po, do ta paguajsh. Do të paguajsh patjetër. Mirë, ju du fort gjithë dhe Allahu ju dasht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.